Po, natyrisht i gëzojmë kësaj situatet mirë që jemi të kalu si ekip, duhet të qëndrojmë me këmbë tokë, edhe natyrisht si mbrojtës, unë edhe partnerët e mi të mbrojtës jemi të kënaqur me performancat tona, por natyrisht duhet vazhdimsi edhe besoj që gjithçka do shkojë mirë në vazhdim. Një gjë tjetër pozitive duket që është shtuar konkurrenca. I bën mirë skuadrës edhe në mbrojtje po në raporte të tjera? Po, është vërtet, domethënë mas krejt lojtarëve që u kthyn pas lëndimeve dhe gjona, konkurrenca është diçka që e çon ekipin me shtyp më përpara, edhe unë si mbrojtës tash me kthimin e kreditëve ka konkurrencë dhe besoj që na bën mirë kreditëve kjo dhe është për të mirën e ekipit. Kthehet Gjini, por përsëri ka mungesa për kartonët tek reparti i mbrojtjes. Po tash ka qenë një situatë që shumica e lojtarëve ka qenë me kartona të verdhë edhe po mundohemi mi menaxhu mirë këtë situatë. Kthehet Gjini, besoj që ata që do futen do bëjnë mirë edhe në fund gjithçka do jetë mirë. Gatshme skuadra për sfidën dhe për të vijuar këtë ecuri pozitive të rezultateve? Më falni edhe një? E gatshme skuadra për këtë sfidë të radhës dhe Po, për të vijuar ecuri po. pozitive? Shumë e gatshme, domethënë kemi bërë stërvitje gjatë javës, gjithçka po shkon mirë, atmosfera është e mirë, kemi besim vetvete edhe do shkojmë për të marrë 3 pikë. Çfarë kundërshtari është për ju Bora, duke ditur që ju ka marrë pikë në fazën e dytë në fakt në Shkodër dhe tani luani në transfer? Po, e dim që çdo ndeshje është e vështirë edhe ka të rëndësinë e vet. Për momentin jemi me një formë të mirë edhe besojmë që duhet me shku për fitore. Vora ka një ekip shumë cilësor, e respektojmë maksimum, po besojmë që Vllaznia jemi më të mirë. Si është pritur në skuadër rikthimi i Dodaj? Rikthimi i Dodaj është pritur shumë mirë. E dim kualitetin e Dodaj, pasi ka qenë këtu te ne. Vjen pas një periudhe që jo aktivizimi, besoj se do të marrë formën shumë shpejt dhe do të tregoj cilësitë që ka, siç i ka treguar edhe në Evropë dhe sezonin e kaluar. Ky është sezoni juaj i dytë tek Vllaznia. Cili është ndryshimi nga sezoni i përparshëm? Po mundohemi këtë sezon me qëndru me këmbë tokë, pasi vitin e kaluar na kapi pak entuziazmi edhe deshëm me dal shumë kampion. Si vjet jemi pak më të qetë edhe besoj më të fokusuar edhe dojmë me bu ma mirë për mi shly gabimet e sezonit kaluar. Veç kampionatit jeni të angazhuar edhe në kufë. Do ta ndjejë skuadra lodhjen? Do të jeni të fokusuar në të dyja kompeticionet njësoj? Po, natyrisht, jemi të fokusuar në 2 kompeticionet njësoj. Besoj se trajneri bashkë me stafin e tij e kanë zgjidhjen për këtë edhe do bëjnë zgjidhje që me pushu disa lojtarë ose diçka edhe besoj se do jetë në rregull. Në opinion duket një fitore, një ndeshje e lehtë nesër ndaj Gorës, por si po vlerësohet nga skuadra? Po, ndeshje lehtë, kam thonë, edhe pavarësisht nuk ka, domethënë, e dim se gjitha ekipet janë aty dhe natyrisht luajmë një ndeshje jashtë, është një stadium që me bari sintetik është pak më ndryshe për neve. Do jetë ndeshje e vështirë, e luftuar, po në fund besoj që diçka do shkojë mirë. Nga Vora në Pogradec dhe menjëherë vjen Elbasani edhe i Valj. Po, në Ballç. Po, kena pak rrugë gjatë. Ka ndeshje që përcaktojnë në një farë mënyrë edhe ecurinë e Po. Vllaznisë në 2 fronte. Po, natyrisht. Do mundohemi të marrim maksimumin për këtyre ndeshjeve. Ne nuk po mendojmë për javë tjera, po mendojmë për ndeshjen nesër, jemi të fokusuar për këtë, edhe të shohim asnjë që na sill vazhdimësia. Suksese. Sukses.